në emisionit të mëngjesit me ekspert të sigurisë Bedri Elezi, si dhe do të kemi në lidhje direkte Arben Dashefci. Do të kemi në studio vetëm pas pak. Elezi, mirë mëngjes, mirë se erdhët në studio. Faleminderit që e bashkuar në këtë bisedë. Faleminderit gjithashtu për ftesën edhe për mundësinë. E kemi po ashtu në lidhje direkte dhe Arben Dashefci, mirë mëngjes dhe për juve. Mirë mëngjes e mirë se ju gjeta gjithëve aty në studio. Faleminderit shumë. Atëherë, zotëri Elezi, si e vlerësoni ushtrimin e fundit të KFOR-it në rajonin e Gollakut? A janë këto stërvitje pjesë e një strategjie të rregullt të NATO-s për të ruajtur gatishmërinë operacionale, apo mund të interpretohen gjithashtu edhe si ushtrime duke pas parasysh dhe tensionet e fundit që i kemi her pas here në veri të vendit? Duhet ta kemi një gjë parasysh se KFOR-i edhe struktura tjera të sigurisë kanë aktivitetet e tyre stërvitore për të cilat janë, mund të themi, metodat njëra apo programet njëra të punës. Megjithatë, në këto rrethona kur Kosova mund të themi është ekspozuar pra një situatë jo të mirë të sigurisë, për shkak paralajmërimeve të shumta që janë bërë qoftë nga përfaqësues të institucioneve lokale, ndërkombëtare, nga media, shoqëria civile dhe të tjera, është një aktivitet pak më ndryshe, nëse nuk gaboj në këto stërvitje kanë përdorur armë të vërteta. Po, armë të vërteta. Çka do thotë që e bën më ndryshe pikërisht armë të vërteta që janë përdorur? Sigurisht, kur përdorim armë të vërteta është një lloj i trajnimeve më të veçanta, në mundësin për t'i përdorur ato. Do thotë që ka mundësi të përdoren ato? Kur konsiderohet që ekziston mundësia për një ballafaqim në përdorimin edhe armëve të zjarrit, atëherë pjesëtarët të cilët në rastet konkrete kanë me i përdorur eventualisht ato, bëjnë trajnime me armë të vërteta për 3 arsye. Para është për të njohur mënyrën se si reagon arma e vërtetë, e dyta është për të mësuar me zhurmat, me gjonat që ajo, dhe e treta është për të kriju atë pjesën e cila ka të bëjë më shumë me marrëdhënien e entuziazmit, apo mund të themi të largu frikën nëse është tek pjesa e moralit, tek kategoria që vjen në kodër të moralit, sepse dihet që sfida, siç është lufta për përdorimin e armës vërtet, është një sfidë serioze dhe ka nevojë për një moral më të lartë eventual. Mirë, Dashefci, si e shihni ju? A mendoni që këto ushtrime, këto përgatitje po ndodhin për shkak të zhvillimeve të fundit në veri, por dhe jo vetëm, edhe atyre në rajon? Po, i kam 2 përgjigje nëse mund të përgjigjem, sa i përket Republikës Kosovës, këtu kemë bëjmë domethënë me një mision pe 33 shteteve anëtare, ku 29 ose 30 shtete marrin pjesë, dhe siç e tha edhe kolegu Elezi, domethënë kjo është ushtri, është rutinë e tyre, është pjesë operacionale e tyre, dhe sa për informim jo vetëm në Gollak, po edhe dje ka pas domethënë ushtrimet e tyre operacionale, domethënë me helikopter, ku tregojnë qëndrueshmërinë, vendosshmërinë e NATO-s, përgatitjen e NATO-s, preventiven e NATO-s që ta mbrojnë sigurinë e Republikës Kosovës për çdo qytetar të saj, dhe që janë në bashkëveprim edhe me reaguesin e parë, domethënë me institucione tjera të sigurisë të Republikës Kosovës, sepse je shtet, por edhe me reaguesin e dytë si bashkësisë evropiane, domethënë që është me mision në Republikën e Kosovës. Asgjë e re, domethënë, sa i përket, sepse po flasim për një ushtri, po flasim për një aleancë më të madhe në planetin tokë, kurse sa i përket këto ndryshimeve gjeopolitike në rrafshin tjetër, pra në Evropë, definitivisht se NATO ka nisë të riorganizohet, definitivisht se po i shton domethënë forcat. Mendoni ju që edhe këto ushtrime vijnë pas një riorganizimi të NATO-s?
Po, kjo, do më thonë, misioni KFOR është, do më thonë, si pjesë e NATO-s mision Kosovë, gjdo i reorganizim, ose gjdo ushtrim, ose gjdo trajnim, do më thonë, bëhet ashtu si që bëjnë, do më thonë, edhe të tjerët, është rutin, po e përsërist edhe njëherë në Republikën e Kosovës, sepse e kemi NATO, do me thonë këtu, kurse këto për Evropë ne dim se mirë, fare mirë, se çka po ndodh, do me thonë, në Ukrainë, është kufiri atje dhe me Bashkimin Evropian në shtetet Skandinave dhe Estoni, Litvë dhe Litvani janë ato masat preventive, sepse nuk është, do me thonë, edhe gjendja në ato pjesë ashtu si ishte dëshiruar çdo shtet ta ketë. Pra, këtu në Republikën e Kosovës ose në Ballkan po tregon NATO qëndrueshmërinë dhe forcën e saj, sepse ne jemi këtu për të gjithë qytetarët, kurse me armë të vërteta ose me plumba shkollore, siç e thënë, ose manovrik, kjo është vetëm pjesë operacionale e tyre. Kjo duhet vetëm të na gozoj neve si fakt, sepse nuk kemi në NATO, por kemi NATO-n këtu dhe ndihemi më të qetësuar. Asgjë të shqetësuar, sepse nuk ka çka për të shqetësuar, kurse ato problemet ose tensionet i përmendi zotëri Olezi mos t'i përsëris tas për 2-3 herë. E qartë. Mirë, në kontekstin e sigurisë rajonale, çfarë mesazhesh përcjellin këto ushtrime, fillimisht tek qytetarët, tek komuniteti këtu në vend, po nikosisht edhe tek ndërkombëtarët? Strukturat e sigurisë në momentin që vendosen me i bë publike aktivitetet e tyre, sepse çdo ushtri ka aktivitete ditore, që nga mëngjes merren me trajnime të ndryshme, duke filluar ato fizike, përdorimin e armëve, njojnë e armëve, dhe ka trajnime nga më të ndryshme që janë thjesht një ditë pune e çdo ushtare, qofti NATO-s, si FSK-s, apo edhe institucionet tjera sigurisë, që është policia që kanë trajnimet, kanë aktivitetet të tyre. Në rast kur institucionet e sigurisë, këtë rast KFOR-i, vendos me i publiku aktivitetet e tij, me i vendos në shërbim qytetarëve, ka për qëllim 2 mesazhe. E para për t'i garantu qytetarët e vendit ku ofron sigurisë se institucionin fjalë është në angazhim me sipër dhe e nje do të thonë zhvillimet e fundit të jo sigurisë eventuale, dhe e dyta qenë mesazhet do të thonë në këtë rast vendeve apo institucione apo organizmave të cilët eventualisht pretendojnë apo kanë sinjalizuar apo kanë dhënë, do të thonë, indikacione për eskalim të situatës sigurisë. Prandaj këto janë thash veprime të njohura ushtarake, janë veprime taktike me të cilat të shërbejnë ushtritë e vendeve të ndryshme, përfshi edhe këtu NATO, sepse NATO në Kosovë, e cila zbaton programat e saj përmes KFOR-it, është strukturë e cila garanton sigurinë e shtetit të Republikës Kosovës, dhe padyshim që reflekton si një ushtri e shtetit të Kosovës, dhe këto publikimi apo promovimi i këtyre kapaciteteve të tyre edhe me armë të vërteta është mesazh i qartë i atyre të cilëve eventualisht mendojnë ballafaqur. Po, pra mesazh i qartë për ata që mendojnë të ballafaqohen me Kosovën. Në këtë rast, sepse kemi shpesh situata edhe me shtetin fqin Serbinë. Si ka marrë, si mendojnë që pranon këtë lajm? Po, ta kemi parasysh një çështje. KFOR-i, sipas rezolutës 1244, garanton suverenitetin e Republikës Kosovës, çka do të thotë se rreziku që eventualisht mund të vijë Kosovës nga jashtë, do të ketë një përballje në drejt për drejt me KFOR-in. Çdo ushtri, organizatë terroriste apo strukturë tjetër paraushtarake e cila mendon me cënu suverenitetin e Republikës Kosovës, do të ballafaqohet në mënyrë drejt për drejt me KFOR-in si garantues i suverenitetit apo mund të themi përgjegjësi i kufeve të saj. Në rastin konkret, ne mund të themi se padyshim që KFOR-i është një strukturë mirë organizuar, e cila është e qartë mandatin e saj, dhe se bashkëpunon ngushtë edhe me 2 struktura tjera, dhe me agus tjerë të sigurisë, e cila njëra është Policia e Kosovës që merret kryesisht me organizimin e sigurisë brendshme, dhe është EULEX-i, pjesë e Bashkimit Evropian, si një strukturë pa ashtu policore ushtarake, e cila ka mandat edhe ajo të reagojë posa që është në disa situata ku kemi të bëjmë me pakicat të tjera. Prandaj në këtë rast mund të themi saktësisht se KFOR-i i ka përgatit dhe i ka vendosur në shërbim të publikut, i ka promovuar aktivitetet e tyre për dërgu mesazhe të qarta, edhe për qytetarët e Republikës Kosovës që ata të ndjehen më të sigurt, edhe për eventualisht ata të cilët mendojnë me cënu që do të përballen me ta. Mirë, Dashevci, a mendoni që këto ushtrime mund të keq interpretohen nga persona që dëshirojnë të keq interpretojnë, ata sigurisht shteti fqin Serbia?
Definitivisht se kush i keq interpreton, do me thonë, këto ushtrime, vetëm saja do të keqen, do me thonë, Republikës së Kosovës, duke pas parasysh që KFOR-i gjithmonë është kujdesur për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës dhe këtë e ka dëshmuar edhe në teren, do me thonë, në fakt, ajo nuk don as etni, as racë, do me thonë, as në gjyrë, as një në Republikën e Kosovës, dhe kushdo që tenton ta keq interpretoj, vjen vetëm si formë dezinformatës, formë propagandës, ose formë e asaj luftës hibride që po ndodh në të gjithë botën praktikisht tashmë, posaçërisht në Evropë, sepse më lejo vetëm ta cek në vitin 2024, po ndryshojnë me të madhe, vitin 2025, më fal, po ndryshojnë me të madhe çështja e sigurisë dhe ajo e geopolitikës, lajmi nuk po e nxen më aq shpejt që po ndryshojnë gjanat, dhe KFOR, pra NATO me mision në Kosovë, vetëm se është në hapin e saj, është në teren, është në preventiv, i ka pesfishtuar, do me thonën, edhe forcat e saj, radhët e saj, gjithmonë në dobitë të gjithë qytetarëve dhe gjithmonë do t'jetë ai gardiani për ato forca paraushtarake, paramilitare, që tentojnë të destabilizojnë Republikën e Kosovës, duke pas parasysh që e përmenda që ka ndryshuar çdo gjë dhe rrugët e tyre janë ngushtuar tashmë për ato frontalet ose për ato incidentet e mëdha, mirë po forma propaganduese ne nuk mund ta ndalim, por preventiva në teren me qasje publike dhe proaktive në dobi të qytetarëve në kushte normale vetëm se përshëndetet dhe ndihem qetësi si qytetar, sepse këtij populli ose këtij shteti i nevojitet qetësia dhe duke pas parasysh që i ke 3 reagues, së pari si shtet me dytin dhe tretin, atëherë vetëm të nevojitet kjo vigjilenca dhe propagandës që kundërvyesh me të vërtetën. Dashefësit, faleminderit shumë që e bashkuar në këtë lidhje direkte, të përshëndes dhe të uroj një ditë mirë. Faleminderit dhe juve ditën e mirë. Po vazhdojmë dhe për pak me juve, zotëri Elezi, këtu në studio, dhe të flasim pak për Bullgarinë, e cila i është bashkuar, zyrtarisht tashmë është bërë ditur që i është bashkuar dhe aleancës në mes Kosovës, Shqipërisë dhe të Kroacisë. Këtë ka bërë të ditur ministri i mbrojtjes gjatë ditës së djeshme në Turqi. Si shihni ju, vetëm fakti që kemi pas fillimisht një aleancë mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, pak a shumë gjatë reagime nga shteti serb. Çfarë mund të përçojë, çfarë mesazhe mund të përçojnë këto bashkëpunime në mes të tashmë 4 shteteve? Nëse nuk gaboj, jam nga parët, apo i pari ai që e kam bërë të ditur, ndoshta edhe bashkë të nuk jam i sigurt, që e kemi bërë të ditur se Kroacia do t'i, Bullgaria do t'i bashkangjitet iniciativës, madje kam thënë se kjo është iniciativë e NATO-s, një ide e inteligjencës amerikane, e cila ishte organizuar pikërisht në vendet, me të cilat ka një miqësi natyrale. Dhe pikërisht kishte marrë Kroacinë si një vend i cili është antare e NATO-s dhe se ka të gjitha kapacitetet dhe një performancë më të mirë se Kosova dhe Shqipëria sa i përket çështjes në fjalë. Mirë, vetëm dua të ndalim këtu sepse ju thoni që është iniciativë e NATO-s, por në NATO-s zyrtarisht, po, struktura të inteligjencës NATO-s, me dëshirën po e NATO-s. Por në anën tjetër kemi një blok tjetër në mes të Serbisë, Hungarisë dhe disa shteteve të tjera që pretendojnë të bashkohen. Nëse në gabaj iniciativë ka dështu. Ka dështuar kjo iniciativë. Po, ka dështu e para por nuk qëndron NATO prapa dhe dëshira e NATO-s për të parë një blok tjetër, apo jo? Jo, nuk është takimi të qartë. Në asnjë mënyrë NATO nuk ka mbështetur aktivitetet që lidhen me shtetet cilat janë kundër NATO-s. Ju e dini për shembull që Serbia nuk është anëtare e NATO-s, ka qëndrime tashpra dhe deklarata tashpra sa i përket organizimit të sigurisë NATO-s, duke kontestuar fillimisht angazhimin e saj në Kosovë. Por në kuadër të zhvillimeve rreth asaj që ka pas shumë spekulime se NATO do të ndryshojë mandatin e saj në Kosovë kështu e poshtë lart, patëm edhe një angazhim të, në fakt, kjo iniciativë e inteligjencës amerikane, e cilët operojnë kryesisht NATO përmes NATO-s në rajon, ka qenë më hershme. Por kur opinioni u befasu me idejnë dhe mendime propagandë se do të ndryshoj SBA-ja qasën e saj, do të largohen bazat amerikane, do të bën kështu, unë madje isha treguar se pritet me ndërtimi i bazës amerikane, e cila aktualisht është një bazë. Ju thoni të kryesisht të kundërtën. E thoja atë që është e vërteta. Atë vërtetën në këtë. E thoja vetëm të vërtetën si kundërpeshë atyre të cilët kishin menduar që të friksojnë qytetarët e Republikës Kosovës se do të kemi një shkputje të SBA-ve. Unë do të përmend edhe një fakt tjetër. SBA-ja ka 2
programe të jashtëzakonshme për Kosovën dhe po fillon koha e Kosovës. E para organizimin e saj të fuqishëm afatgjatë të sigurisë përmes forcave të saj të NATO, përmes forcave të saj të cilat aktualisht janë në NATO, si për shembull baza amerikane Bond Steel që është aktualisht e brigadës shumëkombëshe lindje për NATO, do të kalohet në një bazë ushtarake amerikane, po pritet që të kemi themelimin sa më shpejt institucioneve, sepse kuvendi është ai i cili do të japë në një dritë gjelbër të këtij lloji angazhimi të Shtetit Bashkuar të Amerikës brenda. Po penalizon mos formimi i institucioneve të vendit. Sigurisht. Unë kam thënë edhe një herë dhe madje po tani status në Facebook ku ju drejtova deputetët e Republikës Kosovës që të kenë kujdes sepse kanë përgjegjësi kundrejt qytetarëve votuesve, jo vetëm për shkak se janë votues, po për shkak se Kosova prat disa nevoja të mëdha në aspektin e dy çështjeve të rëndësishme. E para sigurisë që lidhet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe e dyta që lidhet me ekonominë. SBA ka një program të jashtëzakonshëm sa i përket ekonomisë së Republikës Kosovës dhe besoni që Kosova do të jetë njëri ndër vendet më të fuqishëm ekonomikisht në Ballkan. Nëse ne së shpejti do të punojmë për t'i realizu. Pra kjo varet krejt nga ana jonë, se sa të shpejt jemi ne saktësisht nga aktivitetet politike të Kosovës, duke filluar nga krijimi i institucioneve të shpejta, desanksionimi, mos ta harrojmë një fakt. Është tepër e rëndësishme, kam thënë njëra duhet ta përsëris. Është shumë e rëndësishme që të punojmë në desanksionimin e Kosovës, derisa Kosova është në masa. Sanksionet nga BE. Nga BE. Dhe nga SBA-ja, derisa Kosova është në masa, nuk mund presimi na evolim të proceseve të cilat do t'i bëjnë mirë ekonomisë dhe sigurisë Kosovës. A duhet patjetër që t'i rregullojmë dhe raportet me Serbinë, të vazhdoj dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për t'i marrë këto benefite nga Amerika? Është shumë e rëndësishme. Projekti i Shtetit Bashkuar të Amerikës kryesor, i cili do ta kalojë Kosovën si njërin ndër vendet më të fuqishme të ekonomisë në Ballkan, ka të bëjë me energjinë. Dhe derisa energjia duhet ka një lidhje me Serbinë për shkak të liçenit dhe problemeve që kemi të bëjmë me ftojen e reaktorëve, cilet prodhojnë energjinë elektrike, ne duhet të shkëpusim rrezikun dhe problemet që mund të kemi për shkak të mos përfundimit negociata dhe normalizimit marrëdhënie mes dy shtetit. Mos harroni, në momentin kur ata burra dhe gra kanë vendosur një program i cili quhet normalizimi i marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës dhe vendeve veçine, kanë pas parasysh instalimin e sigurisë afatgjate në mënyrë që çdo angazhim edhe ekonomik mos tjetë i cënuar në vazhdimsi nga problemet e jo sigurisë. Mos të harrojmë edhe një herë se në një vend ku nuk ka siguri, nuk ka as ekonomi, nuk ka as investitor, nuk mund SBA-ja dhe Shtetet Bashkimit Evropian të thojnë investitorët fuqishëm që janë investojnë në Kosovë derisa ne kemi probleme sigurie. Dhe në rast se ne do ta mbyllim problemin me Serbinë, ne kemi hap, domethënë derën tjetër, kapitullin e ri sa i përket çështës së ekonomisë. Prandaj mund të them, një bazë amerikane e ushtrisë amerikane e vendosur në Kosovë, e cila duhet të ketë një ratifikim në kuvendin e Kosovës, i cili nuk është themelu fatkeqësisht dhe nuk e di pse janë këto veprime, dhe po ashtu një angazhim tjetër i SBA-ve në çështjet që kanë bënë me ekonominë dhe që kanë bënë me energjinë, sepse në fundit bota po futet në epokën e energjisë dhe Kosova është një fat i mirë që ka potencialet të saj, resurset, burimet për të prodhuar energjinë e saj, dhe në këtë aspekt ne duhet të kemi shumë kujdes për veprimet tona politike, sepse do të krijojmë veprën penale të sabotazhit, me vedi apo pa vedi, ne do të krijojmë veprë penale për sabotazh, i cili e ka penguar zhvillimin e sigurisë dhe të ekonomisë Kosovës. Unë mendoj që ne duhet i vendosim të gjithë